tek zbulesa, të lexojmë tek zbulesa, kapitulli 3 dhe vargu 7. Dhe angjëlli të kishës të Filadelfisë shkruaj: Këto thot i shenjti, i vërteti, ai që ka çelësin e Davidit, ai që hap dhe askush nuk mbyll, dhe mbyll e askush nuk hap. Unë njoh veprat e tua, ja, të vura përpara një dere të hapur që asnjëri nuk mund të mbyll, sepse ke pak forcë dhe e ruajte fjalën time dhe nuk mohove emrin tim. Sepse ke një fuqi të vogël e para dhe nuk e ruajte emrin tim e dyta, ke pak forcë ruajte fjalën time dhe nuk mohove emrin tim. Ja, unë do të dorësoj disa nga sinagoga e Satanit që e quajnë veten judenj dhe nuk janë por gënjejnë. Ja, unë do t'i bëj të vinë dhe të bien përmbys përpara këmbëve të tua dhe do t'i njohin se unë të kam dashur, sepse e ruajte fjalën e durimit tim, edhe unë do të ruaj ty nga ora e sprovës që do të vi mbi gjithë botën për të provuar ata që banojnë mbi dhe. Ja, unë vi shpejt, mbaje fort atë që ke, që të mos të marrë ndokush kurorën tënde. Kush fiton, do ta bëj shtyllën në tempullin e Perëndis tim, dhe ai nuk do të dalë më përjashta, dhe do të shkruaj mbi të emrin e Perëndis tim dhe emrin e qytetit të Perëndis tim, të Jeruzalemit të ri, që zbret nga qielli, nga Perëndia im, dhe emrin tim të ri. Kush ka vesh, le të dëgjoj atë që fryma u thot kishave. Dhe angjëlli të kishës në Laodice shkroi: Këtë thot Ameni, dëshmitari, besnik dhe i vërtet, fillimi i krijesës së Perëndis. Unë njoh veprat e tua, që ti nuk je as i ftohtë as i ngrohtë. Do të doja ti ishe i ftohtë ose i ngrohtë. Por mbasi je kështu i vakët dhe as i ftohtë as i ngrohtë, unë do të vjell nga goja ime, sepse ti thua: Unë jam i pasur, u pasurova dhe s'kam nevojë për asgjë. Edhe nuk e di se ti je qyqar, mjerar, i varfër, i verbër dhe i zhveshur. Të këshilloj të blesh nga unë arë të kulluar në zjarr, që të bëhesh i pasur dhe edhe petka të bardha që të vishesh dhe të mos duket turpi i lakurisisate. Edhe vajo sytë e tu me kolir që të shohësh. Unë të gjithë ata që i dua i qortoj dhe i ndëshkoj, prandaj i zelshëm dhe pendohu. Ja, unë qëndroj te dera dhe trokas. Nëse dikush dëgjon zërin tim dhe të hap derën, unë do të hyj tek ai dhe do të ha darkë me të dhe ai me mua. Kujt fiton do t'i jap të ulet me mua mbi fronin tim, sikurse edhe unë fitova dhe ula me atin tim mbi fronin e tij. Kush ka vesh, le të dëgjoj atë që u thot fryma kishave. Amin. Janë dy burra. Angjëlli i kishës së Filadelfisë dhe angjëlli i kishës së Laodicës. Do të thoja dy barinj. Dhe kush vendos në kish angjëllin e tij, angjëllin që sjell lajmin e Perëndis, Perëndia. Lajmëtarin kush e vë, Perëndia. Dhe pyetja është shumë e serioze. Sepse të gjithë jemi angjëjtar, do të thënë lajmëtar të Perëndis, si burra dhe gra. Dhe mbi shërbëtorët e mi dhe shërbëtoret e mia, tek të gjithë, unë do të derdh mbi ta frymën time, sepse duhet të profetizojnë të gjithë. Duhet të japin mesazhin e frymës së shenjtë. Ku? Atje ku unë i dërgoj. Kudo që unë i dërgoj, duhet të japin mesazhin që unë u jap atyre. Sa gjë e mirë është kur e tha tek Jeremia
Dhe kur do herë lexoj dhe gëzohem, unë o Zoti im, do të dërgoj, sepse të vendosa sot të kombet dhe të mbretërit që të shkullësh, të shërënjësosh dhe të shkatërosh dhe të ndërtosh dhe të ndërtosh dhe të mbjellësh. Tek dhjata e vjetër kjo. Aq më tepër në dhjatën e re sot, që të gjithë ata që Zoti i sjell brenda në kishë janë bitë Perëndis, trashëgimtar të Perëndis dhe bashkë trashëgimtar të Jezu Krishtit, të cilët kur do vi mbreti i mbretërve dhe Zoti i zotërve do mbretërojnë dhe do komandojnë dhe do drejtojnë dhe edhe angjëjt do gjykojnë. Kjo është pra, dhe dashur vëllezër, mesazhi. Ky është mesazhi. Që është vazhdimi, domethënë, i mesazhit të dhjatës së vjetër. Ke një detyrë, një apostullim. Problemi është si e plotson këtë detyrë, si e realizon në bazë të dëshirave të mishit, dëshirave të syve, apo sipas gjërave të tua, domethënë materiale, motër dhe vëlla. Sepse në bazë të vendimit që ke marrë në jetën tënde, në radhë parë do shikosh përfundimet e frytit tënd, se nuk ka pemë pa fryt, por nuk ka dhe pemë, por nuk ka dhe fryt, mos jetë fryti i mirë. Nga duket pema nga fryti. Nga fryti duket se çfarë pemë je. Ki kujdes. Dhe të gjithë bëjmë kujdes. Sepse nuk ka rëndësi çfarë fryti kam unë sot, por rëndësi ka çfarë fryti do kem nesër. Çfarë fryti do kem pas nesër. Çfarë fryti do kem kur do të dëgjohet trumbeta, zëri i kryeangjëllit dhe trumbeta e Perëndis. Sepse angjëlli i Laodicës kishte fryt të mirë. Ishte shumë i bekuar, do guxoja të thosha në thonjza, kishte sukses në jetën e tij. Angjëlli i kishës. Por tema nuk është që si ishte apo çfarë është, por çfarë do bëhet në të kaluar, në të ardhmen. Tema nuk është si ishte dhe tema nuk është si ishte ti përpara si je tani, por çfarë do bëhet më tutje. Të ardhmen. Perëndia të na ruaj, dashur vëllezër. Sepse e ardhmja është e padukshme, thot fjala e Perëndis, nuk e di njeri. Dhe vetëm kur me të vërtet i afrohesh fronit hirit Perëndis, atëherë do gjesh mëshirë dhe do gjesh hir për të ardhmen e nesërme. Ja mesazhi, do të gjesh hir për të ardhmen, për nesër. Për të nesërmen. Mos mendo se çfarë do bësh e si do ta bësh këtë. Por atë që duhet të mendojmë është se çfarë do bëj Krishti. Mirë po, nuk ka mirë po veç, nuk ka as veç. Tema është çfarë do bëj Krishti. Do ta bekojsh çdo gjë që bën ti në jetën tënde apo do ta rrëzoj? Deri tani mirë po ecte angjëlli i Laodicës. Shumë mirë po ecte. Por psoi dëmin më të madh. Se filloi thoshte unë. Zoti të na ruaj, Perëndia të na ruaj. E në fjala e Perëndis, ndërsa fjala e Perëndis thotë, jo unë, po Zoti. Jo sipas dëshirës së zemrës time, po sipas fjalës së Perëndis. Jo unë, por Zoti.
një burr, domethënë i Laodicës, i cili sepse e bekoi Perëndia, kujtoi se do ishte kurdoherë i bekuar. Perëndia na ruaj nga këto gjëra. E sotmja është tjetër, e djeshmja është tjetër dhe e nesërmja është tjetër. Por që të shijojmë mëshirën e Perëndis dhe hirin e Krishtit për të ardhmen, të mos harrojmë që të hymë me prani dhe mos të mungojmë, por të hymë me prani në fronin e hirit të Perëndis, sepse atje do gjejmë mëshirë dhe do gjejmë dhe hir për të ardhmen. Dhe atje do bet shoku më i mirë, i ngushtë i yti Jezu Krishti. Nuk ja ka arritur deri tani, po ke shpresë që t'ja arrish nesër kësaj gjëje. Nëse nuk ja ke arritur deri tani, bëj kujdes se mos humbasësh atë që ke. Dhe të shikojmë tani pra angjëllin e kishës së Filadelfis, që ka një karakter shumë të mirë, është i përulur. Edhe tek bekimi, edhe në vujtje. Jo sepse e përuli Perëndia, angjëllin e Laodicës, Zoti do ta përuli deri në rrafsh me tokën. Do ja heqi të gjitha ato që ka. Do ngelet vetëm si përfundim. E dëgjoni këtë? Do ngelet vetëm si përfundim. Do ja marri të gjitha Zoti. Kurse tek angjëlli i Filadelfis, sepse është i përulur dhe e di nga veti ati që Perëndia nuk mund të bëjë tot asnjë, di që vetëm Perëndia do të japi që ta bëj atë që do, di që Perëndia është ai që di gjithë të vërtetën dhe do ta ndihmoj. Prandaj për këtë përpiqet që të bëhet shoku Krishtit, miku Krishtit. Sa serioze është kjo? A e dini vëllezër dashur? Miku i Krishtit është diçka që nuk e kuptojnë njerëzit të tjerët, por ti do ta kuptosh këtë. Nuk njeh vetëm se asnjëri nuk e njeh këtë gjë, vetëm ai që e merr. Vetëm ai që e merr. Që je sot nuk do thotë që do jesh dhe nesër. Që je sot nuk do thotë që nuk do jesh nesër. Sot është koha e përshtatshme. Sot është dita e shpëtimit. Sot nëse dëgjon zërin e Zotit, mos të forcosh, mos ngurtëso zemrën tënde si faraoni, por as si bariu i kishës, si angjëlli i kishës Laodicës. Sot përuluni përpara, përulu përpara pranisë Perëndis. O Zot, a e dini shumë seriozisht dashur vëllezër se unë kam pësuar këtë. Mos e bëf kjo që kur ka në zemrën time të filloj të kem atë drejtësi, të kërkoj drejtësinë time. Unë kam pësuar. Isha i ulur në gjunjë, po lutesha dhe them o Zot, do hymë në mbretërinë qiellore. Me dhe thot Zoti, nuk është kjo pyetja saktë që më bën. Pyetja e përshtatshme është që duhet të bësh, unë do hyj në mbretërinë qiellore, në rrëmbimin e kishës. Dhe unë ngela kështu se unë kujtoja që e dija veten time që do hyja, isha i sigurt që do hyja në mbretërinë qiellore. Dhe them po çau bë kështu. E i thash Zotit, e i thash brenda vetes time, më fal. Falem o Zot, këtë tutje do shpresoj vetëm në mëshirën tënde. Vetëm në mëshirën tënde. Sa e rëndësishme është të shijojmë mëshirën e Krishtit në jetën tonë. Amin vëllezër? Edhe diçka tjetër, shumë serioze. Kur të tregoj Perëndia një ëndër, mos thoj për kë është, për ty është. Për ty është. Sepse zemra jon është shkelse e shturur dhe shumë tradhtare. Por në vend që ta pranojmë për veten tonë, themi për kë është për ndonjë tjetër dhe duke
kështu duke gjykuar, po nëse është e mirë, do thosh vërtet është për mua, po kur është e keqe, shikoj mendon se mos është për ndonjë tjetër. Zoti të na ruaj nga këto gjëra. Për ty është, atë që tregon Perëndia për ty është, nuk është për tjetrin. Për ty është. Dhe nëse dëgjon zërin e Perëndis, nëse dëgjon fjalën e Perëndis, sot për ty është. Nuk e dëgjon, lere s'ka gjë. Sepse nga ata që dëgjojnë, për mua është fjala e Perëndis, për ty është fjala e Perëndis. Sot, ti, nëse dëgjon zërin e Perëndis, mos e ngurtëso zemrën tënde si faraoni. Por thoj o Zot, ki mëshirë për mua të lutem. Nuk dua që të humbas bekimin e Perëndis, as tani, as nesër, as në pas nesër, as atë ditë. Nuk jam i denj. Jam i denj për mëshirën tënde, nuk jam i denj për hirin e Krishtit, për bashkësinë e Frymës së Shenjtë. Nuk jam i vlefshëm për asgjë. Por të lutem, ki mëshirë. Kështu pra, 2 njerëz, 2 burra, angjëlli i Filadelfias dhe angjëlli i Laodicës. Kush është më i bekuar? Pyetja e saktë, sepse bëra pyetje në gabim në pyetje, kështu më tha Zoti. Nuk është kush është, po pyetja saktë është kush kujton ti se është nga këta 2. Kush është mendimi yt? Vërtet mendimi është angjëlli i kishës Filadelfis. Po, por edhe ai rrezikohet. Angjëlli i kishës Filadelfis. Po. Do me thënë, bëj kujdes. Po, Zot. Vërtet ke fuqi të vogël, vërtet ruajte fjalën time, vërtet nuk mohove emrin tim, vërtet të gjithat hape ke një portë të hapur para teje, por ki kujdes. Mbaje atë të cilën të dha. Mbaje fort atë që të dha. Mbaje atë të cilën ke. Që mos të marri asnjëri kurorën tënde. Do me thënë, rrezikohet angjëlli i kishës Filadelfis që të humbas kurorën e tij. Po, vërtet, sepse është njeri. Po tani çfarë do bëhet? Është një gjë e mbaruar kjo. O Zot, hape portën neve, na haje portën neve. Do thot Zoti kur trokasësh derën, ikni nga mua shërbëtor të padrejt. Angjëlli i kishës së Filadelfis. Po ti ke hapur aty ka një portë hapët drejt teje dhe nuk do ja mbyll njeri që ruajti fjalën tënde, që nuk mohoi emrin tënd, emrin e Zotit. Ai është. Po, sot është, po nesër? Nëse humbet atë që ka? Po është e mundur bet kjo gjë, vërtet që është e mundur kjo gjë. Vërtet që është e mundur, që mund ta humbasi. Angjëlli i kishës së Laodicës? Unë jam më i miri, na të gjithë jam i pasur, u pasurova, s'kam nevojë asnjërin. Nuk shikoni bekimin tim në jetën time, shikoni çfarë fruti kam në jetën time. Nuk e shikoni. Dhe i afrohet Zoti dhe i thot, kështu thua ti? Po, Zot, ruaje gojën tonë dhe zemrën tonë. Kështu thua? Unë të them që ti mjerari dhe i verbri dhe i lakuriqt. Po je sot kështu, po nesër si do jesh? Mundem të ndryshoj gjendjen që jam? Po, vërtet, në dorën tonë është. Sot nëse dëgjon zërin e Zotit, mos e ngurtëso zemrën tënde. Mos e ngurtëso zemrën tënde. Thuaj amin o Zot dhe mos e ngurtëso zemrën tënde në fjalën e Zotit. Bëj hir dhe mëshirë o Zot.
Nuk e kisha kuptuar këtë. Unë shikoja bekimin dhe thosha që jam i bekuar i Perëndis. Jo, jam... Sot kemi mundësin, dashur vëllezër, dhe po e përsëris këtë, o Zot, na jep vesh të stërvitur, të dëgjojmë dhe të kuptojmë fjalën tënde. Na jep një zemër sipas zemrës tënde, o Zot, që të kryejmë gjithmonë vullnetin tënd, vullnetin tënd. Sot dëgjoj çfarë po të them, të këshilloj, të shkosh të blesh nga mua florit të përdorur, të sprovuar për ullu. Thuaj që unë bëra gabim, o Zot, i bëra gjërat se do ngelesh vetëm nëse nuk pendohesh tani. Vetëm, të gjithë do të braktisin. Edhe Zoti do të braktisi. Sot është koha e përshtatshme, sot është dita e pendesës, sot për ullu dhe mos forco zemrën, mos e ngurso zemrën dhe mos dëgjo me zemër të ngurtësuar dhe me krenari. Mos u bëf kjo. Por të këshilloj të vishesh me fjalën e Perëndis, me rroba të bardha, të vishesh që është shenjtërimi, frym, shpirt dhe trup, sepse ndryshe do të duket lakurisia jote. Jo vetëm vesh të stërvitur, por edhe sy të vajosur me kolirio, që të shohësh, jo vetëm të dëgjosh fjalën e Perëndis, por edhe të shikosh Jezu Krishtin fytyrë për fytyrë. Jo vetëm të dëgjosh, por edhe të shikosh. Dhe dëgjoni. Edhe vajosi sytë e tu me kolirio që të shohësh. Dhe unë mësoj këtë, sepse të dua, prandaj të ndërshkoj dhe të kontrolloj, prandaj dhe të ndërshkoj. Sepse të dua, prandaj të ndërshkoj dhe të qortoj. Ngele vetëm, sepse të dua, prandaj të kontrolloj sot dhe të ndërshkoj. Që mos ngelesh vetëm. Por që të mos vi dhe vazhdimi i vështirë në të ardhmen. Të gjitha ata që dua, i ndërshkoj dhe i qortoj. Prandaj i zelshëm dhe pendohu. Dhe sot pendohu. Mund të thosh, vlla, pendohem. Mund ta thosh këtë. Sepse në shumë kemi gabime, jemi fajtor për shumë gjëra. Mos e thuaj që nuk kam bërë asgjë, ai e ka fajin. Kështu vajtat e Zotit i thash një herë, o Zot, ti e di që unë jam i drejtë, kam të drejtë. Më thot Zoti, jo, ti nuk e të drejtë. Jo, Zot, ti e di që unë kam të drejtë. Jo, më thot Zoti, nuk e të drejtë. Dhe ngula këm 3 herë, e di o Zot që unë kam të drejtë. Dhe më sqaroi Zoti. Dhe më tregoi shumë raste që s'kisha të drejtë. Vlla, je i pa drejtë. Nuk je në i drejtë, sepse drejtësia e njeriu si një rrobe e vjetër, rrobe e vjetër. Nëse analizon drejtësinë tënde njerëzore, por do të vijë vujtje. Dhe tani hym një çast kritik. Ja, unë qëndroj te dera dhe trokas, te dera e zemrës tënde. Sot po e bën Zoti këtë, tek tyja dhe tek mua. Por dhe tek secili nga ne në mënyrë të veçantë. Veç e veç. Dera e portës time dhe e gruas time dhe e mbesës time. Por edhe tek plejt e kishës. Por edhe tek vllai më i ulur, më i pavlerë, më i parëndësishëm.
tek njeriu që ka humbur çdo fuqi, tek njeriu që thotë që unë s'duroj dot më. Ku je o Zot, të më shirosh për mua, të kesh mëshirë për mua, nuk duroj dot më. Nuk eci dot më. S'ka më fuqi. Zoti të na ruaj vëllezër. Ja unë qëndroj tek dera e zemrës tënde dhe trokas. Nëse dikush dëgjon zërin tim dhe nuk thot, a e dini vëllezër, nuk thot që nëse dëgjoni juve, por nëse dëgjon ti. Nëse dikush dëgjon zërin tim dhe nëse dikush duke dëgjuar zërin tim hap portën, shko sa serioze është kjo vëllezër te mi. Është mesazh personal, nuk thot për tjerët, po për mua është, nuk thot për tjerët, po për ty. Mund ta kuptosh këtë. Mund të thosh amin. Për mua është o Zot. Ky mesazh. Për tek ty flet Zoti tani. Nëse dëgjon zërin e tij dhe të hapësh derën e zemrës tënde, si hap zemrën e derës tënde? Me përulje. O Zot, jam i pa vlerë, nuk kam mëshirë për mua. Ja mënyra se si mund të hapi zemrën dikush. Mos thoj që unë, e di kush jam unë. Mos thoj gjëra të tilla. Nuk di se kush jam unë. Unë kam të drejtë. Ai maskaraj, më falni, nuk ka të drejtë. Jo vëllezër, unë nuk kam të drejtë. Sepse nëse të filloj të shikoj majtas dhe djathtas, kush nuk ka të drejtë, jo vetëm do gjykoj, por edhe do bëjmë gjyqtari i vllajt dhe do më gjykoj mua Perëndia nesër pas. Kush gjykon do gjykohet. Kush dënon do dënohet. Gjykon atë, gjykon mua, gjykon tjetrin, do gjykohesh dhe ti. Do gjykohesh dhe ti nëse gjykon njërin dhe tjetrin. Nëse gjykon veten tënde, atëherë do bekohesh. Lavdi i qoftë Perëndis. Do me thënë, unë jam i pa vlerë, i dobët, jam i shërbëtor i pa denjë. Unë jam o Zot. Ki mëshirë për mua. Sipas mëshirës tënde dhe dashurisë tënde, ki mëshirë për mua. Më falë o Zot. Të lutem o Zot. Amin vëllezër. Kush e ka fajin? Unë. Jo ai tjetri, jo. Jo ajo tjetra. Gruaja ime ka fajin, jo. Unë e kam fajin. Nuk ka fajin burrit, jo, unë e kam fajin. Nuk e ka fajin fëmia, jo, unë e kam. Ti e ke fajin vlla. Ti e ke fajin dhe për atë që ndodh në jetën tënde, unë e kam fajin. Sa serioze është dashur vëllezër, të qëndrojmë sot në praninë e Perëndis dhe të themi o Zot, ki mëshirë për mua. Mbas kësaj që më ndodh, nuk mund të them gjë tjetër, veçse ki mëshirë për mua, sepse di që nuk ja vlej bekimin e Perëndis, nuk e meritoj. Atë që dëshiroj të them është ki mëshirë për mua Perëndi. Kam nevojë për mëshirën e Perëndis sipas mëshirës tënde të madhe dhe dashurisë tënde të madhe. Po e di ti sa thot ai tjetri për ty? Unë e kam fajin. Bekoj o Zot më shumë se mua. E di sa thot ajo për ty? Bekoj o Zot më shumë nga mua. E beson këtë? E beson, nuk e beson? Kjo është e vërteta. Dhe nga që është kjo e vërteta, këtë do them. Zoti im Perëndi. Kush dëgjon sot zërin e Perëndis, le të hapi portën, dhe nëse do hapi portën e zemrës së tij, do hyj Zoti. Do ta mbyllin mbrapa ti dhe do të vërin tavolinë dhe do hash edhe ti dhe ai bashkë me ty.
si dy miq. Si rri me gruan tënde? Unë nuk kam fëmijë tani sepse janë rritur, kanë familjet e tyre. Po më thot gruaja, çfarë dam sot Jorgo? Çfarë duhesh ti, nuk kam problem. Në mëngjes, hajde të lutemi të na bekoj Zoti. Në dreka, që të dy jemi bashkë. Kemi ngelur vetëm. E di sa serioze është kjo? Shumë serioze është. Nuk jam vetëm. As të dy jemi vetëm. Është dhe Krishti me neve. Pse? Sepse ftojmë emrin e Tij. Nuk ha vetëm, jo. Nuk ha gruaja vetëm, jo. Zgjedhim çfarë gjellë do bëjmë, çfarë të dali, çfarë të jetë, vezë të zjera, çfarë të ketë. Nuk do ham ato bërxollat, jo. Jo. Nuk do ham gjella të zgjedhura. Çfarë të lejoj Zoti. Por sa serioze është vëllezër? Të hapim zemrën tek Zoti që troket tek porta e zemrës tonë. Të ham me të dhe ai të haj me ne. Nuk jeton njeriu duke ngrënë bukë, por duke ngrënë fjalën e Perëndis që del nga goja e Zotit, Sa gjë mirë është, vëllezër, të lutemi. Dy veta. 4 janë në një familje, të 4 të luten. Sa jemi? Dikur ishim 6 veta. Por të gjithë bashkë lutemi, gjithë bashkë diskutojmë fjalën e Zotit, bëjmë studim të fjalës Perëndis. Në darkë shko në dhomën tënde, e lexon Biblën dhe studion atë dhe nënvizon. Mbaj mend Dinua, djali im, donte të shikonte një film. Unë i thosha, mos hap kompjuterin të shikosh këto gjëra. Dhe futet brenda në dhomë, mbyllte portën me çelës dhe Ana qëndronte nga jashtë portës. S'mundi të bënim dot asgjë, se ishte fëmijë i madh atëherë. Dhe u lut. E thot o Zot, të lutem, më çliroje Dinon nga këto gjëra. E përpak ani hapet porta dhe vete i thot Anës, çfarë po bën këtu? Po lutem, thot. Po më prish kompjuteri. Mban Montana, u prish kompjuteri. Ku ta rregulloj mëne tani? Dashur vëllezër, është shumë e rëndësishme, mos ki frikë, vetëm beso. Mos ki frikë, vetëm beso. Falenderojmë Perëndin për të gjitha. Do hy tek ai, unë do hy tek ai dhe do të ha darkë me të dhe ai me mua. Dhe tani futemi në përfundimet të gjitha këtyre. Kujt fiton? Kë fiton? Dëshirat e mishit, zërat e botës, frymën e botës, gjërat e kësaj bote. Kush fiton? Tek ai do të jap të ulet me mua mbi fronin tim. Të fitojmë vëllezër. Atë dëfrimet e botës, dëshirat e mishit, dëshirat e syve, gjërat e kësaj bote. Tek ai do të jap të ulet me mua tek froni im, sepse dhe unë fitova. Dhe si fitove, o Zot? Ti e biri Perëndis gjallë. Duke u lutur me forcë dhe me lot tek i fuqishmi, tek Perëndia i fuqishëm, që ta shpëtoi atë Jezu Krishti nga vdekja. Po e thot shkrimi këtë. Dhe ju dëgjua lutja nga ati tia për ulësinë e tia. Dhe dëgjoi Jezu Krishtin, ati Perëndi, dhe e çliroi për ulësinë e tia dhe për bindjen e tij që kishte tek Zoti. Aq më tepër tek neve, dashur vëllezër, rrini zgjuar, lutuni dhe bëni kujdes sepse djalli rrotullohet rreth kundërstari juaj, domethënë, edhe rrotullohet si
që mund të devijoj, të fusi të futesh në rrugë të tjera, do me thënë që devijosh në rrugë e Zotit. Qa po bën, qa shikon, ky s'kupton, ti kupton gjitha, ky s'tjeti s'kupton asgjë. Ne si themi, i themi Zotit o Zotë, më falës, unë e kam fajin. Ki mëshirë për mua si pas mëshirës tënde dhe shumicës së dashurisë tënde, falna o Zotë, amin.